Qoftë lëvduar Jezu Krishti, mirëmëngjesi për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lutim lutjen e mëngjesit. Sot është data 3 janar. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Nga boshti I lindjes së diellit, gjerë në kufi të tokës, ti këndojmë Krishtit, princit lindur nga Maria Virgjër. Krijuesi I lumi rruzullit u vesh me një trup sklevrish, me mish të liroj mishin të mos humb çka krijoi. Me amë të mbyllur të prindit, futet hiri qiellor, dhe barku I vashës mbarti fshehtësi që njohur s'kishte. Shtëpia e parzmës së pastër bëhet faltoria e hyjit, pa njohur burr, pa u prekur, me fjalën gjiz me birin. Shumë u kujdes Leona për atë që I tha Gabrieli, për cilin ngaldoi gjoni në bark të nënës së vet. Në kasht duroi të flinte, nuk e përbuzi grashtin, I ushqyer me pak qumësht si zogu spati uri. Ngaldon kori I qiellorëve, engjëjt I këndojnë hyjit, hapta zbarinëve u shfaqet bariu, krijuesi gjithësisë. Jezus të qof lavdia, që u linde nga nën Virgjër, me atin dhe me shpirtin, jetë dhënës në amshim. Amen. Antifona e parë. Sytë e mi zgjohen para rojës së natës për të përsëritur fjalët e tua o Zot. Psalmi 119, pjesa 19 e psalmit. Premtimi për mbajtjen e ligjit të Zotit. Me gjithë zemër të thëras o Zot më dëgjo dhe do t'i mbaj urdhërimet të tua. Klitha drejteje dhe më shpëto, që t'i ruaj dëshmitë e tua. Para agimit zgjohe me të thëras në ndihmë, shpresoj në fjalën tënde. Sytë e mi zgjohen para rojës së natës, për të përsëritur fjalët e tua. Ma dëgjo zërin sipas mëshirës sate o Zot, e bëj të jetoj sipas gjyqit tënd. U afruan ata që më salvojnë dije keqas, janë larg nga ligji yt. Por ti o Zot je afër, besnike janë të gjitha urdhërimet e tua, që moti di për urdhërimet e tua, se I themelove për amshim. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Sytë e mi zgjohen para rojës së natës, për të përsëritur fjalët e tua o Zot. Antifona e dytë. Zoti është forca dhe fuqia ime, ai më shpëtoi. Kënga marrë nga libri Daljes kapitulli 15. Him fitoreje për kalimin e detit të Kuq. Leti këndojmë Zotit sepse mrekullisht nga vnjeu. Kale kalorës plandosin në fund të detit. Zoti është forca dhe fuqia ime. Ai veç ai më shpëtoi. Ai është hyji im, atë lavdëroj. Është hyji I Atit tim, atë e lartësoj. Zotin askush se mund. Jahve emrin e ka. Qere ushtri të faraonit. Në det I plandosi. Me frymen e felgrimit të ujërat u bashkuan, pendu bën valët shkumuese. Thellësit u ngurën në fundin e detit. Thoshte armiku. I sulem pas, do ta zë, do ta ndaj prin. Shpirti do të më ngopët. Do të vringëlloj shpatën, dora ime do t'i vras. I fryve detit e deti I mbuloj. U zhdukën si plumbi në ujërat e përfrigueshme. Kush është si ti ndër Zota, o Zot? Kush është si ti I madhërueshëm në shenjtëri? I tmerrshëm dhe I lavdishëm, që bën mrekulli? Ti shtrive dorën. Toka I përpiu. Hiri yt e përcolli këtë popull që ti je shpërbleve. I prin me fuqinë tënde në banesën tënde të shenjtë. Do ta shtish dhe do ta mbjellësh. Në malin e trashëgimit tënd, në banesën tënde të përhershme, që ti vete përgatite o Zot. Shenjtërore o Zot me duart e tua të përftuar. Zoti do të sundoj. Për gjithmonë e motë të jetës. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Zoti është forca dhe fuqia ime, ai më shpëtoi. Antifona e tretë. Lavdërojeni Zotin o kombe të gjitha. Psalmi 117. Grishje për të lavdëruar Zotin për dashurinë e tij.
Lavdërojeni Zotin o kombe të gjitha, madhërojeni së bashku o popuj të gjithë. Sepse e madhe është dashuria e tij ndaj nesh, besnikëria e Zotit qëndron për amshim. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdërojeni Zotin o kombe të gjitha. Leximi i shkurtër marrë nga libri Isaias profet, kapitulli 62. Thoni bijes së Sionit, ja, po vjen shpëtimtari yt, ja, me vete e ka shpërblimin e dhuratat e tij përpara tij. Do t'i quajnë populli i shenjtë, të shpërblyerit e Zotit. Zoti e tregoi shpëtimin e tij, aleluja, aleluja. Zoti e tregoi shpëtimin e tij, aleluja, aleluja. Mbar kombeve u shpalli drejtsinë e tij. Aleluja, aleluja. Lavdi Atit e Birit të Shpirtit Shenjtë. Zoti e tregoi shpëtimin e tij, aleluja, aleluja. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Fjala e Zotit u bë njeri, erdhi që të banojë në mesin ton, plot me hir dhe me të vërtetë. Prej plotësisë së tij ne të gjithë marrim hir mbi hir. Aleluja. Kënga e Zakaris sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyi i Izraelit, që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet. Sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtojë prej armiqve tanë dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit ton, se do t'na bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. E ti o djalosh do të quhesh profet i të tejet lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur udhët, për ta vënë në dijeni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tia, në sajë të zemrës së dashur të hyjit ton, që do t'na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjendën në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapa ta në udhën e paqes. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Fjala e Zotit u bë njeri, erdhi që të banojë në mesin ton, plot me hir dhe me të vërtetë. Prej plotësisë së tij ne të gjithë marrim hir mbi hir. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Shëlbuesi ynë, biri i hyjit, u bë njeri që ta ripërtri njeriun, të përshkuar me gëzim t'i drejtohemi me fjalë. Rri me ne, o Zot. O Jezu Krisht, bir i hyjit të gjallë, ndriqim i Atit, dritë e amshuar, mbret i lavdis, diell i drejtësisë, bir i Virgjës Mari. Shndrite këtë ditë me dritën e ardhjes sate. Rri me ne, o Zot. O Jezu Krisht, këshilltari mrekullueshëm, hyji i gjithë pushtetshëm, Ati përhershëm, Princ i paqes. Me dritën e njerëzisë sate na trego rrugën e shërbimit. Rri me ne, o Zot. O Jezus i gjithë pushtetshëm, i durueshëm, i dëgjueshëm, zemërbut dhe i përvojtur. Tregoju atë gjithve fuqinë e mirësisë sate. Rri me ne, o Zot. O Jezus, Ati të varfërve, lavdia e besimtarëve të tu, bari i mirë, dritë e vërtet, urti që nuk matet, mirësi e pafund, jeta dhe rruga jon. Jepi kishës sate shpirtin e varfrisë. Rri me ne, o Zot. Aty në që je në qiell, u shenjë troftë e emrit, ardë mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën ton të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy, ti bëre që biri yt të lindte prej virgjërës si njeri i vërtet, por pa trashëgimin e mëkatit. Bëj po të lutemi që ne të liruar nga likështia e mëkatit, të marrim pjesë në krijimin e ri të filluar nga Krishti biri yt,
në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.